Avokati i popullit, i cili është ndër institucionet kryesore në vend që të kujdeset për ndjekjen dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, përballet me probleme serioze në funksionimin e tij. Naser Ziberi në një konferencë për forcimin e mbikëqyrjes parlamentare në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, theksoi se nuk kanë pavarësi financiare, mjetet mjaftueshme për realizimin e projekteve dhe kuadër përkatës. Institucioni i avokatit të popullit ballafaqohet me probleme serioze në funksionimin e tij. Mungesa e pavarësisë plot financiare, organizative, funksionale, mungesa e mjeteve për realizimin e projekteve dhe promovimin për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve që janë kompetence avokatit të popullit. Mungesa e potencialit kadrovik paraqesin problem serioz që ndikojnë drejt për drejt në cilësinë, efikasitetin dhe punën tonë, tha Naser Ziberi, avokati i popullit. Ziberi i bëri thirrje kryetarit të kuvendit dhe deputetëve që sa më parë të miratojnë ndryshimet e ligjit për avokatin e popullit, që ndodhen në procedurë parlamentare me qëllim që të aplikojnë për akreditim në Kombet e Bashkuara. Prolongimi i aprovimit të ndryshimeve të ligjit për avokatin e popullit drejt për drejt na privon nga mundësia e aplikimit dhe akreditimit në trupin ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara për marrjen e statusit A, pra institucion të rësisht i pavarur për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, diçka që gati të gjitha institucionet e regjionit dhe pse të formuara shumë më vonë se sa ne e kanë arritur një status të këtill, u shpreh Naser Ziberi, avokati i popullit. Në rënien e cilësisë së akteve dhe vendimeve që i shqyrton avokati i popullit, Ziberi thotë se ndikon dhe moszgjidhja e zëvendësve të avokatit dhe për këtë kërkoi nga ligjvënësi që të gjejë zgjidhje.